Klodi vendos të flas hapur dhe të sqaroj situatën e tij personale, duke treguar për lidhjen që ka jashtë shtëpisë. Ai shprehet se ndjen nevojën të jetë i sinqert, si me veten ashtu edhe me të tjerët, për të mos krijuar keqkuptime apo shpresa të rreme. Sipas tij, arsyeja kryesore pse nuk mund të ketë asnjë lloj lidhjeje me Elionën është fakti që zemra e tij është e lidhur diku tjetër. Ai shpjegon se jashtë ka një person shumë të rëndësishëm për të cilin ka ndjenja të forta dhe të vërteta, dhe se nuk do ta trajtonte kurrë atë ndjenjë. Klodi thekson se nuk dëshiron të luajë me emocionet e askujt dhe se nuk i pëlqen të krijojë situata të paqarta vetëm për lojë apo për vëmendje. Për të, ndjenjat janë diçka serioze dhe nuk duhen marrë lehtë. Gjatë rrëfimit të tij, ai tregon se e vlerëson Elionën si person, por ndjenjat e tij nuk shkojnë përtej respektit. Ai thot qartë se nuk mund të shtiret sikur ka diçka që në të vërtetë nuk ekziston, sepse do të ishte e padrejtë si për Elionën ashtu edhe për veten e tij. Klodi shton se zemra nuk komandohet dhe se, pavarësisht situatave brenda shtëpisë, ai e di shumë mirë këdo dhe kë ka zgjedhur. Ky rrëfim i Klodit sjell më shumë qartësi në marrëdhëniet brenda shtëpisë dhe tregon se ai ka vendosur të qëndrojë i sinqert, edhe nëse kjo sjell reagime apo tensione. Ai e mbyll duke thënë se ndjenjat e tij janë për dikë tjetër dhe se nuk do t'i ndryshojë ato për asnjë arsye.